të ftuarve ta në fakt, si qëndron ose nga anon balanca, apo kemi ekuilibër të plotë, nuk e di cilë është mendimi juaj. Ekonomisja më duket mua sikur i vë pikat mbi në fillim. Ta nisim ndoshta me Dea dhe ekonomistja e treta ta japi mendimin e vet, sepse kur e thua ti duket sikur se luan topi pastaj. Megjithatë, besoj që do ketë nevojë për debat. Dea, si mendon? Nuk dua fare ta bëm diskutim që shpenzojnë më shumë gratë, gjinia femërore, jo sepse do t'i quaja më luksoze apo individ që pretendojnë të shpenzojnë më shumë paran, por janë të detyruara nga shoqëria, mendoj unë. Do me thënë, pritshmëritë e shoqërisë, karshi pamjes jashtme të grave janë shumë më të mëdha se sa karshi burrave. E kemi parasysh se e dim nga eksperienca jonë personale që nga pedikyrje deri ke maja e flokut, na duhet të bëjmë nga një kurim, kuptohet gjithsecili sipas mundësive, sepse ka njerëz që kanë më shumë dhe shpenzojnë më shumë, apo e kundërta, por gjithsesi duhet kemi nga një prekje për çdo pjesë, për çdo veshje, për gjithçka tonë, ndërkohë që më duket sikur burrat me 3-4 kostume, me 2 palë këpucë, ja hedhin. Po, e bëjnë atë paketimin e lukut. Jo, tani nuk është ma me 2 palë këpucë, që duhen mbi 20 palë këpucë, duhen mbi 30 palë kostume. Shiko. E thamë edhe për humor ma shumë. Atëre, realisht është një temë sinqerisht që meriton për të debatuar dhe për të diskutuar. Të mbash veten, njeriu a një qenie cila ka nevojë shumë për shërbim, njeriu është një uzinë cila do shërbim. Në 3 komponentë që ka shpirti, mendja dhe fiziku, njeriu unë mendoj se duhet gjajnë një kombinim shumë të mirë, të veshësh veten, të kurosh veten, të mbash veten, është një respekt për veten, për të tretet, për zyren, sidomos shumë miqve të miu bajthire që ju lutem, kuroni sa ma shumë vetën, mos humni kohën, fenomenin kohë, vendin e diskutimin e kësaj që të shërbej, që duke mbajt vetën mirë, duke kurua vetën, duke mbajt vetën në formë fizike, shëndetësore dhe mendore, ke edhe mundësin që t'jesh edhe professional dhe t'jesh i pëlqyer nga ambienti, nga zyra, nga të gjitha ata që të rrethojnë. Po ekonomistja, dhe pastaj e rinisim diskutimin nga e para, sepse varet, nuk e di njëri apo tjetri do jetë dakord me atë që do thotë ekonomistja jonë. Nisur nga këtë vështrimi ose nga ai mendimi që kemi në përditshmërinë që femrat harxojnë më tepër, shpenzojnë më tepër, tashmë për sa i përket statistikat shikohemi që aty jemi të përafruar, pasi shpenzimet konsiderueshme kemi edhe nga meshkujt. Të paktën raportet dhe statistikat që i kemi nxjerrë në tabel, kjo është tabela që keni përgatitur juve, pikërisht me shpenzimet. Kemi në një diferencë madhe midis burrave dhe grave për sa i përket pjesës veshjeve. Ne dim që të paktën deri 50% janë shpenzime konsumi dhe të tjera që duhen për familjen, po të paktën të 37% që më mbrapa mbetet për pjesën e veshjeve. Pra veshjet janë ato, zëri që zënë më tepër pjesë të buxhetit, le të themi. Kemi ne për shpenzime të tjera. Veshjet e burrave janë dhe më të rënda, kam përshtypjen unë, domethënë kushtojnë më shumë, apo jo? Mos harrojmë se më tepër në permanent çdo djalë ose burr shkon të paktën një herë në javë për të kuruar për veten e vet. Megjithëse jo të gjithë burrat vishen me kostume, ëh? Jo, shiko, unë mendoj që duhet japim respektivisht duhet unë e them edhe këta edhe në Amerikë kam jetuar shumë vite dhe në shumë vende edhe në Europë ku do shkojmë seminara apo në takime, biznese gjitha, faktikisht duhet respektuar ajo që quhet kodi etike së veshjes dhe këtu nganjëherë nuk e respektojnë dhe shpeshherë kam vërejtë për shumë edhe miq edhe njerëz të cilat nëse ti je në zyrë, unë se pari kur shkoj në zyrë do të shkoj high class sepse se pari respektoj zyrën, institucionin privat, respektoj klientin, respektoj punojësin dhe mbi të gjitha jap një vlerë të shtuar të cilës unë gjithçka do mundohem që ta baj me mend dhe t'i tregon sepse kur kuron veten, mban veten, respekton dhe don veten, parimisht edhe me fe, po edhe me rregull editor është që ti je i aftë për të punuar dhe i aftë për prodhuar dhe je më shumë produktiv. Çfarë u tham me miqve të miu, tham ju lutem, shpeshherë u tham kohën e humbur, prapë që se përsëris edhe njerë që bani unë çdo ditë zgjom në orën 6 dhe kam rreth 1 orë e gjysmë deri në 1 orë 40 minuta unë ja kushtoj veti absolutisht çdo ditë edhe të dielën.
Pra, është norm pa llogaritë dhe ecjen fizike normalisht që baj, ecjen me fjalë edhe ushtrimet fizike, sepse duke shërbyer veti shumë gjithmonë do ngelesh i ri dhe do ngelesh produktiv dhe do ngelesh i kënaqur me vete. Patjetër, po çfarë bën më pak llogaritur që zotëria nuk ka shpenzime për flokët. Atë shpenzim që unë e kam për shembull se e tha ekspertja një herë në javë shkojnë edhe kurojnë lukun tek berberi në këtë rast, por pa harruar se sa do një vajzë, një kjo si çdon ti për fytyrën tënde dhe kjo si rekashmim. Sa herë shkon tek berberi? Një herë në javë shkon? Kush unë? Një burr tek berberi? Një burr, ndërsa unë jam për ditë ke berberi. Ti je për ditë? Po, për ditë rumë, për ditë është e pa mundur, po... A, e ke të domosdoshme për ditë që proces? Oke, ja, shikon ti? Po ka shpenzime të fshehura që nuk janë shifra se ne të dyja jemi të financuar. Po ti mbledhësh të gjitha kostot, i përballon flokët. Paka shumë të përafërta, po ti vësh re tek raporti që nuk ka një diferencë të madhe, pasi tashmë kujdesi për veten është goxha i madh nga të dyja krahët dhe prandaj raporti vjen në atë parafrim që ka midis burrave dhe grave. Ti pse mendon që gratë shpenzojnë më tepër? Pra, patjetër që flokët kërkojnë kujdes më të madh, po kur flokët janë të gjatë, kanë më pak shpenzime se sa kur duhet të shkosh çdo ditë, ë? Po çdo ditë o duhet të ruam vetë dhe duhet të më haj 20-30 minuta ose duhet shkoj, po zakonisht shkoj shpesh në berber me fjalë sepse baj edhe se flokët e gjatë kanë komoditetin që kapen, lidhen edhe mbaron sa kushton një krije në parukier apo një vajtja tek berberi, por unë kam parasysh produktet që nevojiten për flokun e gjatë në këtë rast, e tash më shumë për humor këtë pjesën, po është pjesa e produkteve, janë shampot, kremrat e ndryshëm, ato mbrojtja nga nxehtësia, vaj pas krejes, para janë shumë produkte që i nevojiten një gruaje që mirë mbajnë. Unë mendoj kështu, se mendoj që ato nuk llogariten dhe harrohen të llogariten kur bëhet lista e produkteve që shpenzohen ose gjërave që do një grua. Ashtu kam menduar dhe unë dhe të paktën deri në mëngjes kur do vija për në emision, isha me mendimin që gratë ose femrat harxojnë shumë herë më tepër se sa meshkujt, po duke parë shifrën, atëherë unë kuptova që raporti që ka aty dhe unë i mbetem besnik shifrës më tepër se sa konceptit. Ta sjellim edhe një herë tabelën e ekonomistës se si ka ndarë shpenzimet ekonomistja jonë. Atëherë pushim dhe pije mendon që meshkujt hanë më shumë se sa gratë, pushjen më tepër, shpenzojnë më tepër? Jemi dakord me një jetesë mesatare, nuk po hym tek niveli i lartë apo tek niveli. Normalisht. Pa u futur në çmim, domethënë duket që burrat me të ardhurat e reduktuara mujojnë. Pra burrat e kanë më pak se gjysma e grave atë nivelin e kujdesit personal që për atë që për cilën folëm deri tani, domethënë se nuk përfshin për palestër. Pse burrat shpenzojnë më tepër se gratë për palestër? Tani ai abonimi në palestër është njësoj. Pse duhet të ishte vonë më i lartë shpenzimi 70.000 për burrat se për gratë? Unë kam djalin edhe vajzën, bëri ofertë dhe vajzat kishin gjysmën e çmimit në krahasim me djemt. Ndodh kanë disa palestra. Nuk e di, por ndërkohë që ishte reale. Është minimalist. Është një ofertë në një rast, po në përgjithësi çmimin e kanë njësojnë. Po varet ditët se sa kemi mundësinë të shkojmë në palestër dhe që të bësh abonimin. Ndërkohë që ato e kanë merak që të jenë. Teknologji pajisja, a mos ka një lloj diskriminimi kjo në konvërtimin tuaj se unë po tani po grem pyetje. Pse për teknologji gratë shpenzojnë më pak 30.000 dhe burrat 80.000? Telefoni kushton njësoj për të gjithë. Atëre. Abonime, subscription, telefoni që burri ka bler gruas në këtë rast. Jo, prandaj pra unë mendoj që gratë duke kuptuar që kanë goxha shpenzime vetë, është mirë që të krijojnë vetë ardhurat e tyre dhe të luftojnë për të mbledhur ardhurat e tyre, që t'i plotësojnë gjithë dëshirat vetes së vetes, mos rrinë të kërkojnë burrit të blej këtë blej atë. Unë mendoj që gjithë qëllimi edhe në këtë bisedë ky është.